Nisim komunikimin së bashku, sërish në fakt kemi zgjedhur që diskutojmë pak për Partinë Demokratike, por mund të diskutojmë edhe shumë çka tjetër, absolutisht. Sot zhvillohet protesta e radhës apo foltori e radhës përpara kryeministrisë, për të cilën zoti Berisha, kryekës e forcës politike, bëri me dije që do të zhvendoset gjithë Shqipërinë apo edhe në rrethe. Le të themi ka disa, po i cilësojmë rebel në thonjze që kanë zhvilluar një takim Saljani Ali Mehmeti edhe më të votuar në primare dhe në listat e hapura për deputet, apo edhe analizën që do ta bëjmë sepse pritëm edhe raportin ose OSBE-dit për 11 maj, që ka thënë zoti Berisha. Këto janë disa nga zhvillimet që ne mund t'ju përmendim, çfarë po ndodh në Partinë Demokratike. Nëse keni një koment, nëse jo, patjetër diskutojmë për gjithçka. Mirëmëngjesi, përshëndetje, do të kemi të shohim temën e ditës në ekran dhe numrin e telefonit po ashtu. Mirëmëngjes, përshëndetje, urdhëroni. Alo, mirëmëngjesi, përshëndetje Andi. Ani, mirëmëngjesit, përshëndes. Ditë mbarë, muaj të mbarë edhe unë të uroj, më thuaj. Atëre, Partia Demokratike, ka marrë funë, vlla, ka marrë funë, nuk kena opozit fare, nuk kemi. Kjo opozit për ma Edi Ramën pushtetet, vlla. Këta ndajnë pushtetet me njëri tjetrin, ndajnë pasuritë e popullit, ndajnë me njëri tjetrin. Është shumë e thjeshtë, është shumë e kuptueshme për popullin. Por ne si popull nuk e dim se çfarë të bëvlla. Ne si popull nuk e dim, por nuk dim me protestu për vetët tona valla. Po vjedhet pasuria jonë, po vjedhen taksat tona, pasuria, ne akoma po rrim për shtëpia. Po rrim po flasim në për televizione kur ne na vjedhet pasuria valla. Na vjedhet leku më burr, ikën 50 milionë euro. Ani, po, këtu do t'ju pyes diçka, po pra, si e shikoni ju këtë çështje në Balluku dhe ka drejt gjykata ta pezulloj apo jo, kushtetuesja nesër ndoshta do t'jap një vendim qoftë edhe paraprak, si e shikoni këtë? Kryeministri që thotë që nuk ka bërë vakim ndonjëherë që një gjykatë pezulloj një ministër. Ka të drejt gjykata, unë jap drejt gjykatës. Dhe i është tu. Unë jap drejt gjykatës, gjykata ka të drejt ta pezulloj, ta fusin burg, atë qose ajo ka vjedhur, ka dalë, po jo ka vjedhur, po kam vjedhur kështu me fadron këta më burr. Me fadron. Unë i bëj thirrje këtij popullit valla. O popull, dilni protestoni për veten e juaj. O i keni pensionet e ulta më. Ora sa shpejt e ngritën rrogën e vet këta deputet, a e pat më. Unë mblodhen për herë, i ngritën rrogat për herë. Pa më kupot vlla për pensionet e juaja, jo këtu nxjerrin lloj justifikimesh. E kuptoj. Ama për rrogat e veta merr 10.000 euro një deputet. Me një deputet merr 10.000 euro në vit. Po ju pensionist, që s'keni ilaçe, më nuk keni ilaçe në shtëpia. Okej, mirë. Në shtëpia 2025. Të falenderoj. Falenderoj Andi. Të falenderoj, përshëndes për telefonatën.